Nata e 4 e festivalit rinor Rinart ngjiti në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi gjimnazistët e Bashkisë së Kolonjës me performanca të ndryshme artistike, duke përmbyllur kështu fazën konkurruese të gjimnazeve të Qarkut. Koordinatori i festivalit vlerësoi angazhimin dhe cilësinë e performancave të rinjve, duke theksuar se Rinart është kthyer në një hapësirë të rëndësishme për promovimin e energjisë krijuese të rinisë në mbar Qarkun. Ishte kuriorizimi një punë afro 2 mujore, në të cilën u përpoqëm që të kishim elementet më të mirë, jo vetëm të muzikës, jo vetëm të aktrimit, jo vetëm të poezisë, por sigurisht edhe të traditës tonë të mrekullueshme, që në Kolonjë është një nga traditat më të bukura, një nga traditat e arta që ka ndoshta i gjithë Qarku i Korçës. Të gjithë fëmijët ishin shumë predispozuar, Drejtoria e shkollës na ka ndihmuar shumë në këtë aktivitet, sikurse edhe Qarku na ka ndihmuar akoma dhe më shumë, por falënderimi më i madh shkon për fëmijët e mrekullueshëm, të cilët me punë, me djers, edhe me shumë talent, por dhe me shumë dëshira arritën që të bënin një shfaqje kaq të bukur, e cila na dha satisfaksion jo vetëm ne që u morëm me këtë pjesë, por besoj dhe gjithë publikut sot që ishte në sallë. Edhe nxënësit pjesëmarrës ndanë emocionet e përjetuara në këtë përvojë unike, duke shprehur mirënjohje për mundësinë që është dhënë të shfaqin pasionin dhe talentin e tyre para publikut. Patjetër kisha emocionet e mia, po isha mësuar në këtë skenë të madhe ku plot të gjithë na pritën. Edhe nuk kisha emocione, pas shfaqjes është shumë gëzim, them të vërtetën. Për mua është viti 2 që marr pjesë, viti ishim te Green Show, shkova në finale gjithashtu, se viti është era e dytë, pak më shumë përgjegjësi se era e parë, kështu që është gjithmonë gëzim. Kolonja gjithmonë ka nxjerr yje, dhe ne jemi me krenar që jemi kolonjarë, që jam i sigurt që do fitojmë shumë çmime. Në organizimin e Këshillit të Qarkut Korç, ky festival ka sjellë në skenë gjatë 4 netëve me radhë qindra të rinj nga Pogradeci, Devolli, Maliqi dhe Kolonja, të cilët kanë treguar talentin e tyre në këngë, kërcim, interpretim dhe sfilat.